Shiroka po i nënshtrohet një transformimi të rëndësishëm. Bashkia e Shkodrës ka nisur punimet për rikonstruksionin e kursisë së biçikletave, duke u fokusuar tek zëvendësimi i pllakave të dëmtuara dhe përmirësimi i infrastrukturës për qytetarët. Kjo nismë ka hasur reagime pozitive nga qytetarët, të cilët thonë se ky investim ishte i domosdoshëm. Mendimet ne i vlerësojmë krejt mirë, por është e diçka se kur fillet mu bë një investim, bane i herë e mirë mos që për shembull na sot tonë bezdi e kalojmë këtë rrugë. Se duhet me dalë në asfalt. Makinat i shifni se si kalojnë. Kjo ishte shumë e nevojshme. Inshallah vazhdoni kështu. Se po janë rënë i fije fytyrën Shkodrës si dhe në asaj fjase. Për ne jena të kënaqur të punojnë, Shkodra s'ka kënë kur kaq më punë se sot. Inshallah bukur. Pa tjetër se gjatë të punu vesh bukuria është mirë kena prej punë, se dhe në shpije punu jena të kënaqur për çada. Dhe tash apo dur pak, tash apo i mosëm. Janë punë që i takoj dikuj tjetër, ata që e bajnë, inshallah kanë punu për mirë. Nëse s'kan punu për mirë, atëherë për vete i kanë ata të këqijet se na duhet të jenë vëmendshëm për sa i përket fushatës tjetër, se për këtë janë të e bë. Unë mendoj që riparimi ka pas nevojë ka pas, i ka prishë masive, si s'ka 7-8 vjet që ja bë, janë gjuar tonë miliona euro, a vdan. Tash Shkodra s'ka impiant të herë çka kujtojnë në xheza. Ti bën një herë, e çoj atë, më në vade merr me këtë riparoj, normal se ka nevojë. Po s'ke ti ky vetëm në heki ta me shtu tjera. Shiroka është një nga destinacionet më të frekuentuara nga qytetarët dhe turistët, ndaj kjo ndërhyrje synon të rrisë sigurinë dhe komoditetin e përdoruesve të biçikletave, të cilët zgjedhin të vizitojnë Shirokën.